A u gjuna thot Allahu me u lut mos me jetu vjera me mu sepse me shkatroj. Subhanallah. Ka vjera të tilla, por ka raste kur edhe ka nuse të tilla që e shkatrojnë vjerën, e kështu me radhë. Dhe më thonë nuk mundim me thonë që gjithmonë vjerat janë keq edhe nuset mirë, ose kundërta gjithmonë nuset mirë e vjerat keq. Janë situatat të ndryshme, gjithsesi. Unë të thëmë ty lutu në këtë formë ma mirë, o Allah, ndërga mua aty ku është khejri i dunjas edhe ahiretit tim, pashtu që edhe vjerën të aty ku është khejri i dunjas dhe ahiretit saj. O Zot, nëse është ma hajrë me jetu me neve, na mësot jetojmë bashkë. Nëse është ma hajrë mos me jetu me neve, na mësot që gjithë se cëllit jetojmë aty ku është ma hajrë. E besoj që ka raste kur vërtet ka shkatrim të asaj forme që që i përmend ti. Prandaj, mos thuj, o Zot, veç largoje prej meje. Thuj, Zot, qoje vjerën, po edhe mu më qa aty ku është ma hajrë për dunjon edhe ahiretin tonë. Pra sepse vetëm Zot e di fundin që është dhe cili është ma hajrë për juve, sepse ajo është i gjithë dishëm.